Sot me lejen e Allahu xhelala do të flasim për fillimin e duave që kanë të bëjnë me dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an ka transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur është ngrys dhe kur është gdhi, asbahna mëngjes, asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Dhe në mbrëmje, që fillon koha prej mas namazit të ikindis, ka thonë emsejna wa emsaha al-mulku lillah. Kuftimi i kësaj asbahna, imi gdhi, wa asbaha al-mulku lillah, e ka për qëllim dakhalna fi sabah, në kemi hynë mëngjes. Nga se ju e dini që në ajet Kur'anit Allahu xhelala të tregon që kur njerëzit binë me flet, Allahu subhanahu wa taala shpirtat i merr, ngritën, dhe atë që don Allahu xhelala i kthen me vazhdu jetën, dhe të tjerët do të thotë i mban. Sikur shëdim që kur bim me fjetur është edhe një lloj dhikri i xhumit, që po ashtu do të thotë e bëjmë dua, e lutim Allahun xhelala që o Zot, in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. O Zot, nëse e mban shpirtin tëm, nëse vdes shpirti jam, e mban, vendos me e mbaj dhe mos me e kthy në trup, in amsakta nafsi farhamha, mshiroj ata, fal ata. Wa in arsaltaha fahfadhha, po nëse e dërgon ata, e kthen përsëri, ruaj ata. Qysh i ruan shpirtat e robëve të mirë. Do duat që kanë të bëjnë një sër duash që kanë të bëjnë me dhikrin e xhumit. Dhe kemi thonë që jeta e muslimanit është vazhdimisht e lidhur për përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Do të muslimanin vazhdimsi është i përgatitur me u kon në lloj marrëveshje me Allahun xhelala. Në vazhdimsi e përmend dhe lut Allahun dhe kërkon nga Allahu xhelala që edhe kur të bijë o Zot, nëse vendos me nal shpirtin, mëshiroje. Nëse vendos me kthy, ruaje nga çdo e keqe. E thot, nga duke u nis nga kjo dua, thot kur gdhijet njeriu, atëherë thojmë dakhalna, do të thot fi sabah, kemi hyrë mëngjes. Elhamdulillah, do të thot që kemi hyrë në ditën e re. Na ka dhënë mundësi Allahu subhanahu wa taala që me jetu edhe me vazhdu jetën duke ju përkushtu Allahu subhanahu wa taala. Ej mutalabbisina bi ni'matin min Allahi wa bi hifdhihi. Kemi hyrë këtë ditë re duke i përkujtuar dhe duke ditë që kjo është nga mirësia e Allahut subhanahu wa taala edhe me mirësitë e Zotit. Dhe begatitë e Allahut subhanahu wa taala edhe rrugën e Allahut xhelala. Do të kemi filluar një ditë re, kjo është nga mirësia e Zotit. Do të nuk është kontributi joni që ne vazhdojmë jetu. Kemi mujtë edhe na më konë dikun tjetër ku janë të tjerët. Në çdo çast pritet dhe duhet me përkujtu njeriu dhe me mendu dhe me pas parasysh në çdo çast do të në këtë sekundin, në sekundin tjetër nuk mund më konë. Ndaj, çdo mundësi që Zoti na jep është nga mirësia e Allahu xhelala. E aq më shumë kur Allahu xhelala na jep mundësi me adhuru ata dhe me nënshtru atij. Kjo është nga nimeti i Allahut, nga mirësia e Zotit dhe begatia e tij që jep robëve të tij. Edhe po ashtu do të e madhrojmë Allahun subhanahu wa taala për shkak që Allahu na ruan. Ajo është kujdestar jon, ajo është mbikëqyrësi jon. Dhe tash do ta shohim se si vazhdon. Wa asbaha al-mulku lillah. Edhe gdhijet edhe pushteti i Allahut subhanahu wa taala. Ai istamarra dawamu mulkillah. Vazhdon për kujdesja e Allahut subhanahu wa taala për krijesat e tij. Dhe kjo është begati dhe mirësi në vetvete. Elhamdulillah që kur të gëdhihemi na
jetën tonë ka në dorë mbreti i mbretëve. Por mendon e vëllazë me pas në dorë mundësinë tonë për me jetu ose mos me jetu dikush tjetër. Sa xhelozi, sa mendje madhi, sa munafiku, sa urrejtësi, sa njeri i cili ka smundje në zemrën e tij. Shef, ata që subhanallahu kanë dorë një menaxhim të vogël të një luftës, ju ndjenjë me bo kërdi. Pikë rahmeti dhe mëshire nuk kanë. Në Kujshi, dikush feston dhe gjuhën ushqim me tonelata, e dikush do të vdes nga për një pikë ujë ose vdes do të për një kafshat. Edhe mbytën e vranë çdo ditë, edhe kushi do të nuk angazhohet, madje subhanallahu ka bërë rutinë se edhe me i lexu po pritojmë, edhe me i kshyrë po pritojmë, edhe veç thjesht është një lloj rutine e thjesht nëse na bën edhe vazhdojmë pjesën e jetës tonë, programin tonë, angazhimin tonë, sikur mos më ndodh kur zgjon pjesën tjetër të botës. Subhanallah. E kjo është nga mirësia dhe begatia Allahu xhallahu ala që është në dorën e tij, s'është në dorën e dikujt tjetër. Është nga mirësia Allahu subhanahu wa taala që dhe mëshira e Zotit që e kemi përmend, sa është i mëshirshëm Allahu te baraka wa taala, nuk e ka kushzu vazhdimin e jetës tonë me ibadete. Nëse falësh, ti kemi jetu, s'falësh s'kemi jetu. Ose nëse namazin tonë se kemi bo me përqendrim, ju që jeni të zoom, ne që jemi të zoom, se kemi bo me përqendrim, dhe unë me pas defekt, ashtë mos me pa mirë, më të mbyllë sytë. S'ka me pa, deri nesër. Ose nuk i dhonë sadaka, dhe më nuk i mundësi me marë frymë që duhet. Ose se kja gjiru ditën, me të kushzu kështu Allah, me të trajtu kështu Allah, gjellëa. Sikur qysh në trajtojnë, dhe në të operatorët telefonik, dhe në të s'ki pare i në zorin ma të madhë, po s'mon me thirë. Dhe si spiriton me thonë sekretari, me thonë që jo, nuk i këtë ditë mjaftush, po jo më nëzorë, bashkë tash kam nevoj, s'na intereson neve, s'kisht i pare, s'ka kështu, te Allah s'fësh kështu. Para mendon ti shkon kështu do në dorën e ndonjë mbretit ose në dorën e dikujt që në çet çastin na trajton, ose më na pas trajtu Allahu neve edhe pse ka të drejtë kështu Zoti më na trajtu. Edhe kur kujt si jep llogarinë se na kish trajtuar në këtë formë. Po s'na trajton Allah. E juhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. O ju njerëz ju jeni nevojtar për të Zotit. Ju jeni të varfër. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah është i pasur dhe është i falëndëruar. Edhe është i falëndëruar nga krijesat tjera, po hiç mos me falëndëru kurkush, është i falëndëruar në vetvete. Mirë po e falëndëron çdo gjë që ka në sipërfaqe të tokës. Insekte, pemë, gjethe, gjithçka. Dhe është i pasur, s'ka nevojë për juve. Wallahu al-Ghaniyul Hamid. In yasha yudhibkum wa yati bi khalqin jadid. Nëse don Allahu ju zhduku dhe bie krijesa të tjera që bojnë mëkate dhe kthehen tek Allahu dhe pendohen. Kjo është mirësi dhe begati në vetvete që e tham. Kur e thuti këtë dua, asbahna wa asbaha al-mulku lillah, alhamdulillah që pushteti është në dorën e Zotit. E nuk është në dorën e dikujt tjetër. Para mendo çka kishin bërë të varfënit. Me pas në dorë dikush ajrin, me pas në dorë dikush, sidomos në kohën që po jetojmë që është gjithçka është materiale. Po njerëzit nuk njohin përveç dunjas. Vlla, non, bab, jaran, shok, mbi gjitha është kemi interes, kemi jarani, kemi shoshni, kemi interes, përfundon gjithçka. Në kohën që po jetojmë. S'ka rahmet as ndaj prindit, as ndaj subhanallah. Ajo që po e shohim sot. Çka janë ndjenjë me bo njerëzit, do të thotë për me arrit deri tek dunjaja, me arrit deri te shuma. Jo ndjenjë gjithçka me bo. Domthonë edhe ju sot mundësia poshton edhe ju sigurisht unë keni çësia ndoshta edhe më shumë me i pasur që ju ndjenjë gjithçka me bo, domthonë me modifikuar qoftë ushqim vetëm për me arrit deri te përfitimi. Ajo mund më kone dëmshme, ajo mund më kone shkatruese, pak punë. E ky raport madje mund tash të jetë edhe mes familjarëve shumë të ngushtë dhe të afërt. E po ti shkon kjo mundësi kështu me përfitu njerëzit pare, dhe ju dini shumë mirë kur njerëzit kanë ikë para disa viteve këtu, ku më dëgju që edhe një shishe të plastikës
ujë që e kanë mush në qeshëm, e kanë shit nevojtarëve kanë 20 euro 30 euro. Besoj që edhe ju keni qasje edhe dinë ndoshta më mirë. Unë si më kona të kohët. Ata cilët e kanë përjetu dhunën dhe terrorin. Unë njeri që është në nevojë. Para mendoj kur është nevojë për jetë, për ajër, çka kishin bërë njerëzit. Shkoni thu vëlla, s'kam be hiç nuk kam. Ka grumbulluar atje ajrin, si dush me bletë që kaç parë, s'ton. Çuçi ka thonë Harun al-Rashidit. Këshilluesi i tij, ka unë këshillon. I ka thonë, nëse Allahu xhalla kishte dhënë leje me përbi ujin, shkalla në jetën e Kur'anit. As kish mbet kërkon ujë, a kish mbet vesh një gotë. Çe i shikon ndjenje me dhon ku ti ka plan etje, ka thonë gjysën e pasurisë. E ka thonë nëse ata që e ki pi, e s'ka mundësi me nxjerr. E ki nevojë me nxjerr, çka kishe bëu, dhe kisha dhënë gjysën tjetër pasurisë për me nxjerr. Po ç'ky është pasuria jote? Çka s'ka vlerë? Kjo është ajo çështje që kur ti e thuket dhikr në këtë formë dito. Sa i mëshirshëm është Allahu me krijesat e tij. Dhe elhamdulillah, që të shohim tash që vjen domosdoshmë edhe pjesa tjetër e dhikrit. Asbahna wa asbaha al-mulku lillahi walhamdulillah. Mas ke sa thua elhamdulillah. Elhamdulillah që s'ia fillon në dorë këtyre. Madje edhe mu, pse jo, edhe unë kisha mujt më koni tillë. U bo më gërur njeri, do më bo me ndje madhë kur e ka parën, kur e ka pasurin, kur e ka mundësin, biznesin. Elhamdulillah o Zot që ti menaxhon këtë çështje. Sa i mëshirshëm je o Zot. Sa i butë je me krijesat. Ma ahlam Allahu wa asbar. Sa i mëshirshëm është Allahu dhe sa i butë dhe sa sabërli është Allahu. Yashtumunahu yansibuna lahu al-walad. E shajnë ata dhe i pëshuajnë atij të birë. E Allah thot, nësa Allahu ju të imun, Allahu ju shtjen ata, o ju afihim dhe i shëron ata kur kanë nevoj, ata përsërien në shpojnë e për buzën e shajnë. Shatamani ibnu Adam, wa ma yanbaghi lahu an yashtumani. Emma shatmuhu iyaj, thot më ka shah dhe më ka nënshmu dhe për buzë biri Ademit, dhe nuk i takon atij me nënshmu dhe me për buzë. Me më ofendu, e sa i përket në shmimet dhe fyrjeve që mi bon biri Ademit, thot që unë kam birë. Wa ana Allahu al-ahad, as-samad, unë em Allahi i vetëm, një. As-samad, krejt krijesat kam nevoj për mu dhe unë s'kam nevoj për askënd. Asgjë nuk është e plotësuar pa Allahun xhalla wala. Kështu ka kuptimin as-samad. As e kum lind askënd, as nuk jam i lindur. Dhe unë jam Allahu i cili gjithkush duhet kthehet tek unë. Subhanallah, sa i mëshirshëm është Allahu xhalla wala. Përkundër ata që e ofendojnë, e shpojnë dhe e përbuzën dhe e shojnë, Allahu nga rahmeti dhe mëshira e tij që ka ju jep edhe aty. Andaj kjo është ajo që kur e kujtojmë që mbretënia i takon atij dhe një ditë kam i thonë Allahu subhanahu wa taala ku të më lidhen. Para Allahu xhalla wala kam i thonë limanil mulku al-yawm. Kujt është sot pushteti? Cili është mbreti sot? Hajde ku janë mbretnit që kanë ditë me bëu padrejtësi dhe zullum, dhe nuk janë përmbajtur ulëmet. Elhamdulillah që një ditë thot edhe mbretnit kanë me dalë para mbretit dhe kanë me dhënë llogari, madje kanë me dhënë llogari e kanë mund të shku për zullumin që kanë bërë padrejtësinë, gjithsesi. Na boft Allahu xhalla wala nga atë nuk i kemi bo zullum askujt, për na është bo zullum. Mos na boftë Allahu xhalla nga ata që nesër kemi me dalë para Allahu xhalla të trishtu e me zullum mbi qafën tonë që kemi bo njerëzve. Alhamdulillah, hamdi takon Allahut. Kjo është madhështia. E falënderimit Allahu xhalla për begatitë dhe mirësitë e tij të panumërta. Mirësi që i shohim e nuk i shohim, i prekëm e nuk i prekëm. Begatit panumërta, na ka veçu Allahu xhalla për krijesave të tjera. Me mbi të gjitha pe begative më të mëdha, Allahu xhalla në surën Ad-Duha thot wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith o Muhammad. Edhe në surën Duha, Allahu fillimisht të tregon që ti
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى أنو كم يجد تو يتم أتكي مان për kujdesi ty ووجدك ضالا فهدى كم يجد devijum et pauzuar të kemi uzuna dhe mas këtë kësaj Allahu xhelal e thot wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith për mirësitë e Zotit që të ka dhënë ty kallëzoju njerëzve. Për çfarë mirësi? Mirësi që ka ndodhur që nuk ka pas ka 2 javë, nuk ka dhënë gjaku i tij, s'kan pas çka me hongër. Mirësi që kur ka shku tek Aisha me kërkuva e nevojtarja me jetime, me 2 vajza jetime, ka thonë ka mundësi diçka me nënën ka lyp Aisha i ka gjetë veç 2 hurme. E nona u kon me 2 vajza, ja ka dhënë vajza vetë. E u ka nda, për veti s'ka pas. Në fakt ma bëni Allah, dhënë 3 hurme, e u ka dhënë 2 fëmijëve, një për veti, tu e nda nona, fëmijëve që kishin hongër, të rritur. Ose kur e pa nonën, i pa nona fëmijët të shkyr hurmen, e nona se janë ndajtja dhe atë ndajtin në gjysmë. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhelala e ka falë këtë grup për shkak të asaj fëmijëve të vet. Që është natyrshmëri që Zoti do të ka vë nona me pas rahmet dhe mëshirë për fëmijët. Megjithatë çata që e kanë dashur aty e ka fituar rahmetin dhe mëshirën. Mos e nënvlerësoni punë se nuk e din çka bëhet sebeb që Allahu më të fut rahmetin e tij. Andaj kjo është nga mirësia e Allahu xhelala, nga begatia e Zotit. Andaj për çfarë mirësi me falënderu pejgamberin? Që e kanë përzon, e kanë dëbu pe vendit ti, e kanë nëshmu, e kanë përbuz, e kanë shantazhu, e kanë luftu. Mujahidin në komentin e saj ka thonë është për qëllim për mirësinë e Islamit që të ka thonë Allahu kallëzojë Muhammed tjera. Nëse ju nuk e dini, nuk jeni të ditë me vlerësu dhe me falënderu Allahun, sa begati ju ka thonë Allahu që ju ka uzu. Që mund mos me pas shumë luks, mund mos me pas dunja, po është begati e veçantë që Zoti ta ka dhënë ty e s'e ka dhënë, nga se Allah dunjan e jep atyre që i don dhe ata që s'i don. Por dinin me ja veç atyre që Allah i don. Me dinë dhe me fe, me nënshtrim ndaj Allahut xhelal i jep veç atyre që Zoti i ka përzgjedhur dhe i don ata. E Allahu e din pse. Dhe kjo është begati dhe mirësi në vetë. Elhamdulillah. Hamdi veç ty ta kanë Zot. S'meriton askush tjetër me falënderu për mirësi dhe begatit përveç teje, sidomos o Zot që na ki përzgjedhur që ne të jemi musliman, që na ki përzgjedhur që ne kemi bindje dhe të ndihemi të kënaqur me Islamin. Na s'kemi të lashe. Elhamdulillah o Zot që unë se kam këtë të lash, me thonë, po desun me emën muslimanit. Kuku. Se Allahu xhelala si u mundson të në Allahu e pastron. Ata që ju në kur munafikat të në kohën me Allahu xhelala, Allahu xhelala jam mundson që me shpërfaq para se me adorzu shpirtin Allahu xhelala. Është nga mirësitë e tua Zot që na ki përzgjedhur më kon në shumë ndaj teje. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Kjo është një dua që besoj gjithsesi prej neve e din këtë dua dhe e dim rëndësinë e saj. Kush e thot një herë këtë fjalë me bindjen Allahun xhallahu ala. La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç Allahu subhanahu wa taala. Është i vetëm, la sharika lahu. Nuk ka shoqërues. As në adhurim, as në pushtetin e tij, as në krijimtarinë e tij, është i vetëm, la sharika lahu. Lahul mulku, atij takon pushteti. Dhe atij takon falënderim, wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, ai është i mundshëm, i gjithmundshëm për çdo gjë. Kush e thot një herë me këtë bindje, i bindur ta që e thot madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, thot është sikur se me liru një rob, i shlyhen 10 këshia, i shkruan 10 sevape. Edhe kush e thot 10 herë me ndjes dhe mbrëmje, është sikur me liru 2 rob, nësa kush e thot 100 herë në ditës ose natës, thot është sikur se me liru 10 robër. Subhanallah. Në ndështë ymër nuk kemi sa kanë pas gjeneratët e para. Keni parasysh.
Kush ka vdek, ka thonë djali, sa vjet i ka te popujt e mëhershëm. Ka thonë i ri ka vdek, sa vjet, ka thonë 270 vjet apo 370. I ri. Kanë jetu gjatë, dhe kanë pas më kur i kanë kallëzuar që kanë marrë në umet që kanë jetu me 60 dhe 70, dhe thonë po të kisha qenë nga i umet, e kisha qenë vorrin edhe në sejdë deri të vjeta në sejdë kisha nejt. Na nuk e kemi këtë mundësi me jetu gjatë e me bë punë të mira shumë. Po nga rahmeti dhe mëshira Allah subhanahu wa taala është se na ka mundësu për këtë jetë shkurt, po me diçka të vogël me mritë Allahu shumë. Po këtë kthehet çështjat e zemrës, të cilësia e saj dhe pastërsia e saj dhe madhështia e Allahut në zemrën e njeriu, robit Allahu xhallahu ala. Sa e ki Zotin, sa e ndjen ti, çu ndjen Allahu xhallahu ala. Kush është Zoti për ty? Në zemrën tonë, namazin tonë, angazhimin tonë, punët e tua. Kjo është begati dhe mirësi nga ana Allahu xhallahu ala. Andaj nëse kush edhe këta, edhe si dhe të robër, 100 gjunahe i fshihin, 100 të mira i shkruan dhe nuk vjen askush më mirë se sa ky, përveç asaj që ka thonë sa ky dhe më shumë se sa ky, që nuk kupton që bën edhe më shumë me thonë. Kjo është begati dhe mirësi. Es'aluka khayra ma fi hadha al-yawmi, vazhdon pjesa e duas. Es'aluka khayra ma fi hadha al-yawmi wa khayra ma ba'dahu. Kërkoj o Zot prej teje nga mirësia e kësaj dite dhe ditëve që vijnë pas saj. Ose në mbrëmje es'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylati wa khayra ma ba'daha. Kërkoj nga mirësitë e kësaj natë dhe natët që vijnë pas saj. Në komentin e kësaj e khayrat ad-dunya wal akhirah. O Zot e kërkoj të mirat e dunjas dhe ahiretit. Kërkoj nga të mirat e dunjas dhe ahiretit. E çka nuk kupton të mirat e dunjas dhe ahiretit, ka thonë dunjas kel husuli ala ni'am wal aman was salam. Është nga mirësitë e dunjas që të pëlyp Allahu subhanahu wa taala, të mirat e dunjas është kur Allahu subhanahu wa taala jep begati. I kërkon begatitë e Zotit, mirësitë e Allahu xhallahu ala në dunja. Çfarë nuk kupton Allahu mirësi? Nëse gjithë subhanallahu materializmi na ka bënë me kuptuar që të mirat Zotit është me pas veç mos më ashtri dorën kërkujt. Çështoj konsideroj. Mirësi e dunjas Allah është me donë Allahu e vlat hajrit. Mirësi e dunjas Allah është me donë grupet e devotshme, që e ka frikën Allahu xhallahu ala dhe të ndihmon ty në këtë rrugtim. Madje është bagi mirësi e madhe. Është njerëzit nuk e ndjejnë. Ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah. Dunjaja është stoli dhe begati dhe mirësi nga ana e Allahut. E stolia më e madhe e dunjas është gruaja e devotshme, që ndihmon ka përdor dhe të fut në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është begati e dunjas. Dhe inshallah taala ne shohim pjesën tjetër. Po ashtu nga begatitë e dunjas që e lyp me don Allahu xhelala siguri o Allahun. A shef çfarë do të thotë me pas njëri siguri me adhuru Zotin. Shifni ata që se kanë siguri, as me adhuru Allah, as namazin me fal. Nuk kanë siguri, do të thotë as me ushqy, atë s'kan ushqim. Ana vazhdimisht jemi në begati dhe mirësitë e Allahu xhelala, do të thotë edhe u shbo rutinë dhe kjo Allah. Madje mërzitemi nga ushqimet e tepërta, edhe do të thotë na bëhen bajat dhe dim me i zgjedh ato dhe dim do të thotë me i përbuzë dhe me qenë përbuzë ndaj mirësive dhe begative të Allahu xhallahu. E hiç më larg para disa viteve s'kan pas do të thotë baballarët tonë ose gjyshnit tonë nuk kanë pas mjaftueshëm ushqim me ngi barkun aty. Kjo është nga mirësitë e Allahu xhallahu. Siguria që Allahu ta jep, shkon hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kush e ka siguru te yawmihi. E ka siguru do të ushqimin e çasoj dite. Edhe është i sigurt në vendin e tij, vatanin e tij, në shtëpinë e tij, dhe adhuron Allahun subhanahu wa taala, është më i pasuri. Kjo është pasuri në fakt. Ata ka mundësu Allahu xhelala me siguru, me pas çka me hongër deri në fund ditës,
e je i sigurt me adhuru Allahun xhallahu me nënshtru atij dhe me prit mëngjesin këtë formë, kjo është mirësi dhe begati. Andaj duhet më konë mirënjohës për këto mirësi dhe begati. Po ashtu thotë wassalama min tawariq al-lejl wal hawadith. Edhe me trujtë Allahu subhanahu wa ta'ala nga sprova, do të thotë ose telashet e mbrëmjes edhe kur të godit diçka. Kjo është ajo që ja kërkojmë Allahu xhallahu ala. Unë i thojmë Zot na jep nga mirësitë e dunjas. Po ashtu ka thonë dhe mirësitë e ahiretit, ama al-khairatu al-akhira husulu tawfiq li ihya al-yawm wal-layl. Kjo është nga mirësitë e Allahu subhanahu wa taala që ja lyp me të ahiretit, është nëse Allahu subhanahu wa taala të ka dhënë mundësi, do të ka shu bereqet që me ngjall ditën dhe natën duke adhuru Allahun xhallahu ala. Ta ka mundësu Allahu xhallahu që ditën tonë me kalu duke ju nënshtruar Allahut, duke lexuar Kur'anin, duke bërë dhikr, duke një të gati namazit, duke e falë namazin me përkushtim, që kjo është nga mirësitë e ahiretit. Me lexuar Kur'anin, më koni rregull ta. Nga mirësitë e ahiretit është Allahu xhallahu ala me të rujt, me rujt gjuhën tonë dhe temën, me na rujt nga përgojimi, nga urrejtja, nga përbuzja të tjerëve, nga injorimi të tjerë. Nga mirësitë e Allahu xhallahu ala, nga mirësitë e ahiretit është domosdoshmë çeltërsia e zemrës, pastërtia e saj, me pas mendim pozitiv për gjithë njerëzit, me arsyetu ata, me i mëshiru ata, me i fal ata. Kjo është mirësi dhe begati. Wallahi, nëse dikujt Allahu xhallahu e ka zbukuruar me çdo cilësi, wallahi kjo është begati dhe mirësi. Kujt Allahu xhallahu e ka larguar, do të thotë, xhelozin nga zemra, mendjemasin, urrejtjen, paragjykimin. Dhe këta na bën thirrje ky dini jon madhështor. Dhe kjo është begati dhe mirësi. Andaj kur e lut Allahun xhallahu ala, kur do Zot po t'i lypi të mirë të dunjas dhe të ahiretit, çdo mendoj. Wallahi para se mi kujtu ato të mallit të dunjas, çto kujtoj. O Zot, po lypi prej teje që me pas e vlad që të nënshtrohen ty. Wallahi billahi, veç ai që i ka dhënë Allahu të mirësi e din çka është kjo. E po të lypi grup devotshme, që e din që të friksohet ty, të nënshtrohet ty, e s'ja baj gale, se tutna. Vin ligjërat, shkoj, kam ndihmon në këtë rrugtim. O Zot, po të kërkoj nga të mirët e ahiretit, o Zot, me më angazhu me në nështrim ndaj teje. Ashtu shtot Ibn Taymija rahimahullah, kush nuk e angazhon nefsin e tij me nënshtim ndaj Allahu xhallahu, angazhon nefsi i tij me nënshtim ndaj nefsit. Jak ne andej. Andaj sa herë kur e lut o Zot, çom nga mirësitë, çto kujtoj, çto lypja, çto synoje. E nëse e shef që Zoti ka begatu me disa prej tyre ose me shumicën prej tyre, falenderoj Allahun xhallahu ala. Thuaj alhamdulillah, që është në fillim. Vazhdimsi, se kjo është begati dhe mirësi që Allahu subhanahu wa taala ja e vetëm atyre që Allahu xhallahu ala i don, dhe nuk e jep dikujt tjetër. Dhe kjo është mirësi e Allahut. Me ta dhënë Allahu mundësinë që ti me shiju leximin e Kur'anit, me kuptu atë, me u gjin mexhlise ku Allahu xhallahu ala është i kënaqur dhe i don ato mexhlise ku përmendet Allahu subhanahu wa taala, edhe jo e kundërta e asaj. Po ashtu shururu dunya wal akhirah. Dhe e lut Allahun xhallahu ala që Zoti me të largu ty prej të këqijave dunjas dhe të ahiretit. Me të largu Allahu xhallahu ala prej shkatrimit dunjas dhe ahiretit. Kjo vallahi është sprov. Ka mundësi tan kohën dikush me qenë i angazhuar me Allahu xhallahu ala me të shu sprova të tilla që ose me të çun fakt dënime me bën halal, se sprova është me të ngrit ose me të pastru Allahu xhallahu ala. Dhe kundërta asaj, nëse ty s'lidh me Allahun xhallahu ala, është dënim. E me ato dënime që Allahu xhallahu ala ti çon, e hub ahiretin dhe dunjan. Mundosh më koni angazhuar, mirë, po s'ki sinqeritet në punët e tua, në veprat e tua, në adhurimet e tua, që shka në hadith, një hap para se me hynë në xhenet, i paraprin libri i tij dhe shkon në xhenem. Pse ka thonë dietarë se s'ka pas sinqeritet në punët e tij, në adhurimet e tij, në angazhimin e tij?
Nuk koni sinqert me Allah, s'ka pas qiltërsi të zemrës. Andaj për çdo e kemi filluar në fillim me këtë temë, me qiltërsu zemrën, me khmumul qalb, me pastru zemrën. Si të pastrohet ka hajër në ta. Andaj pe damave me mrujt pe shkatrimit dunjas dhe ahiretit, nga thonë është dunjas el emrad o el mesaib. Me na rujt Allahu xhelal prej smundjeve, prej sprovave që nuk jemi mirë njës ndaj Allahu xhelal. Që ka njerëz që kur sprovohen men se më kon me falëndëru Allahu xhelal, me bo sabër dhe me prit shpërblim për atë sprovë, e kundër të asaj. E mallkojnë smundjen, e mallkojnë do të belat dhe sprova që Allahu xhelal ja çon. Nëse me qenë shkak me u lidh me Zotin, me qenë pastrim për ta dhe ngritje e derajateve, të dëfu o të rafu, sprova është domthonë të shtyjnë edhe të ngretë, domthonë të shtyjnë pe këtuit, çon këtu te lifti dhe të ngretë Allahu xhallahu ala. Çështu është rëndësia dhe qëllimi i sprovave. Po e kundërta nëse s'ki sinqeritet me Allahun xhallahu ala, se ki zemrën e pastërt, Allahu xhallahu ta shplon me çast sprovë që të ka ardhur, bashkë e bëhet shkak që më kon dënim. Domthonë pse veç mu Zoti po më çon, pse ndodhi kështu se me pas para gjykim për të tjerë, Allahu ja pas ka thënë që sprovë ti po ky për shkak gjunave, subhanallahu. Mos ndërhyj aty se s'është kompetencë jote. Nuk e din ti shfikoj punë me Allahun xhallahu ala. Dhe kjo është ajo që duhet me pas parasysh. E sa i përket do atë rrezikut shkatrimit të ahiretit është el maasi wa dhunub wa tarku ta'at. Do të gjunahet, do të lëshimet që i bojmë, gjunahet e mshefta, sidomos vëllazër. Mas shumë di që e shkatroj njeriun dhe qiltërsinë e njeriut dhe zemrën e njeriut dhe sinceritetin e njeriut janë gjunahet kur bëhen fshehsi. Dhe mas shumë di që e forsoj njeriun përballë fortunave të dunjas dhe sprovave, janë po ashtu ibadetet në vetmi. Kur je me Allahun xhallahu. Sa ki sinceritet me Allahun xhallahu kur je në vetmi, çast Allahu xhallahu të bën të përballueshëm dhe të qëndrueshëm dhe stabil përballë fitnave dhe sprovave. Andaj me mbrojtje o Zot edhe pe të këshijave të dunjas, të kësaj natë dhe netëve tjera ose kësaj ditë dhe ditëve tjera, është për qëllim të ahiretit, o Zot me mbrojtje do të që mos me ilonën adhurimet dhe ibadetet. Lutë Allahun xhallahu. Sa njerëz kanë qenë ndoshta me neve, dhe kur i kujtojmë në xhlisë thonë subhanallahu koni u zum tash ka ju ka kthyer alkoolit ose ju ka kthy gjunave i bën. Që i mujt më kon na Allah zon aty. Dhe ish pashybe. Se s'kemi garancion. Ndaj sa herë kur ti e bën këtë dua, çomi të mira të dunjas të ahiretit edhe lërum pejt këshijave të kësaj dite dhe ditave që vijnë pas saj, është për çdo çet aspekt. Ruajm pej smundjeve që unë smuj me bo sabër o Zot. Ruajm pej sprova që unë nuk jam falëndërues dhe mirënjohës dhe nuk bëj sabër, nuk e pres shpërblimin, ruajm prej kësaj. Nëse më godet subhanallahu se mund më kon sprova varësisht që ta hup orientimin me Allahun xhallahu ala dhe ta qet në shesh Allahu xhallahu ala sinqeritetin ton dhe ruajm o Zot në këtë ditë që vijnë pasë mos të ndodhë një e keqë në dinin tem, fejen teme, në ahiretin tem. Bëhet shkak që ajo që me të deviju. O Zot, mos më bën nga ata që se kam dert nëse unë më hup sunneti. Hajde se s'ka gojë. Mos më bën nga ata që se kam dert do të pse s'shkojnë në xhami veç një herë në javë prezantoj me xhamat. Mjafton më fal. Mos më bën nga këta o Zot, se edhe kjo është drejt hap drejt devijimit. Në këtë formë e lutë Allahun subhanahu wa ta'ala. Rabbi a'udhu bika min al-kasal. Së di sa minuta u bënë. Besoj që për përfundojme, inshallah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal. O Zot, unë kërkoj që me mbrojt mu prej. Kasal është adamul inbi'ath an-nafs lil khair wa adamur raghba fil khair. Plagështi. Do të njeriu me pas plagështi që nuk kupton, nuk ka do të synim, nuk ka motiv për me bëu punë të hajrit. E jo pse s'ka forcë, jo pse s'ka mundësi, po i mungon do thot
motivi. Është përtac. Ruajmë prej përtacisë me lutë Allahun subhanahu wa ta'ala. Nuk ka synim, nuk ka qëllim. E që kjo përtacia që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë këtë dua në vazhdimsi, dërgumi i Zotit Allahut, mëngjes dhe mbrëmje. O Zot, ruajmë prej përtacisë. Pse ruajmë prej përtacisë? Nëse kur njeriu nuk ka mundësi shëndetësore, dhe nuk e pengon asnjë arsye tjetër, e nuk e gjen Allahu xhelala aty ku Allahu don, dhe nuk largohet nga aty ku Allahu don më u largu, kjo është shkaku i përtacisë. Pse? Nëse që të përtaci do të ka në ibadete, do të na ruajt në farze, është për munafikave. E në munafiqine fi darkil asfali min an-nar, thot Allahu, munafiqët janë në gradën më të ulë xhenemit. Kur ka folë Allahu xhela për cilësitë e munafikave, çka ka thonë? Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. Kur çohen për më fal, çohen me vështirësi, me përtaci e boll këtoj. Au ayatësia dhe kundër ta gjeneratave para Allahut. Të kanë di kënaqësi, me kënaqësi do të një përmallu për takimin me Allahun, më përmallu për xhamin, dhe kundër ta jo. Vlerësoj gjithsesi pe neve ta vlerësojmë vetëm, çuçi kemi këtë raport me shpinën e Allahut xhallahu, dhe me ibadetet. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. Kur çon yuraun an-nas, këtë preokupimin është mi pa njerëzit, me ditë që se kanë këtë problem, s'dalin hiç ata. Po mase po më shohin këta, po dal, po qohen. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dhe nuk e përmendin Allahun përveç se pak. Këto janë cilësitë munafikave. Nëse nuk e kanë Allahun xhelala, nuk e ndjejnë madhështinë e tij, nuk e kanë lidhur në zemrën e tij për Allahun xhelala. Njeri me çka të preokupohet, me çka angazhohet. Çka ka preokupim zemra, e shpreh dhe gjuha. Është preokupim shoqënia, rrethit, dunjaja, ajo me çka angazhohet. E është preokupimi i tij Allahu dhe kënaqësia e tij me Allahun angazhohet dhe me ta preokupohet. Zoti na ruaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bëu dua, do të thotë që me rujt Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, o Zotëm të kërkoj ty që të më ruash nga brenga dhe mërzia. Po ashtu a'udhu bika min al-jubn, min al-bukhli wal-jubn, të kërkoj që më mbrojt edhe prej koplacisë, edhe po ashtu ka thonë me mbrojt o Zot prej përtacisë. Dhe po ashtu a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Edhe të kërkoj o Zot që me mbrojt mu nga ghalabati ad-dayn, nga do të thotë mundja e borxhit, ngarkimi kur ngarkohet njëri në borxhe, o qahri ar-rijal, edhe përbuzën e çmimit që mund me ta bëu burrët, njerëzit. Kështu e ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdimisht këtë dua. Andaj plagështia dhe përtacia në ibadete dëshmon se njeriu ka nifaq në zemrën e tij, ka munafiqllëk. Ndaj nëse pejgamberi ka pas këtë preokupim dhe këtë derë, çka mbetet me neve? Unë duhet njeriu në vazhdimsi do të me përgatit nefsin e tij që me lutë Allahun xhelala, me i dhon vullnet. Edhe me këtë do të thotë hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka ardhur, kur bjerë njeriu me flet, shejtani të secili shkon te koka e tij ja lidh tre nyje. Do të kur çohet mëngjes, nëse e përmend Allahun xhelala, njëja nyje zgjidhet. Nëse merr abdes, zgjidhet nyja e dytë, dhe nëse fal namazin e sabahut, zgjidhet edhe nyja e tretë. Do thotë nëse e ka bëu këtë, atëherë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fa asbaha tayyib an-nafs nashitan. Gdhihet, do thotë me atyshmëri të pastër, gdhihet do thotë me zemër shnosh, gdhihet do thotë me nashit, do të thonë aktiv, i shef sendet mirë, i shef sendet do të me optimizëm. Pranon çdo lloj sprovë, i te i kalon ato. Dhe kundërt thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gdhihet fa asbaha khabithun nafs. Nuk ka gatishmëri, i shef sendet me pesimizëm, edhe keslen, edhe përtac. Pse? Rezultati i asaj çka e mbron njeriu, çka e forcon që do të thotë më kon i tillë, më kon aktiv,
me fillu ditën duke i nënshtruar Allahu xhallahu ala, o njëri prej tyre është gjumi herët. Çka ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te Davudi, ka thonë la nawma qablaha wala kalama ba'daha. Ka thonë s'ka gjumë para saj dhe nuk ka muhabet pas saj. Për kanë është qëllimi yatsia. S'ka gjumë para yatsis, do mas akşamit dhe nuk ka muhabet pas yatsis. Përveç se tonë kanë folur ulemat nëse është ilm, nëse diçka, po në përgjithshëm dhe na e kemi të kundërtën Allah. E ata gjeneratët e para pse ju kanë kujdesur, pse s'ju kanë keslam, pse s'ju kanë të përtaca, se kanë shfryzuar çet pjesën, është vërtetuar që kush blen doktori e din ndoshta ka studime, unë kam dëgjuar moti këtë çështje që kush bjen mas yatsis 1 orë me gjysmë orë me flet konsiderohet sa 2 orë pushim. Nësa mas mes natës 1 me 1, nësa mas sabahut 2 orë me fjet gjysmë orë pushim. E ki pa që tash berash mas sabahut, ku ta këshish u bo 12 aty dokët që para 1 orëve shkira me fjet. A ki fjet 4 orë. E pse ata ju kanë pas vullnet, do të thotë, edhe ju kanë të angazhuar, kanë fal namaz natë, kanë zgjat ata, ju kanë përkushtuar, kanë fal sabahun, kanë se Allahu xhallahu i ka çu bereqet për shkak që kanë shfryzuar këtë çështje. Ju kanë të kujdesshëm me rame avdes, e kanë bërë dhikrin e xhumit, e kanë bërë 33 herë subhanallahu, 33 herë alhamdulillah, 34 herë Allahu akbar. Shkaon te Fatime që e përmendëm javën e kaluar, dhe ka thonë që s'ki nevojë më për shpëtorën, t'jep Allahu forcë, se lidhesh me Allahun xhallahu, kur zemra lidhet me Allahun xhallahu dhe bjen kështu, e lidhen për Zotin dhe ngrihet dhe gdhihet duke qenë mbështetur në Allahun xhallahu, Allahu xhallahu jep forcë pa shtype në këtë çështje. Edhe në fund ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa a'udhu bika min al-kasali wa su'il kibar. Su'il kibar, njerëzit mendojnë që është për qëllim kibri, mendjemallësia. Po këto është për qëllim, do thotë, mosha e shtyme. Ka lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahun që mos u bën nga ata që kur shtyhet mosha, që ajo që pse jo e mirë kjo shtyrja në mosh, ka thonë në Sanani, ka thonë është për qëllim kur njeriu shtyhet në mosh shumë, edhe kthehet sikur kush ka qenë i vogël fëmijë. Nuk ka logjik shnosh, nuk i percepton sende të mirë, nuk i kupton çështje të mirë si fëmia. Ka thonë, e vjen me një shkallë, në shkaku i shtyrjes moshës, më rinë qatë, thotë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lutur Allahun që atë që ta mos ma mundësot. Lutna që mos ma mundësot që onë të shtyje më shumë që ta hupi vetë dije. As mos të kuptoj sendet, as mos kam logjik të shnosh për me i dallu të mirën dhe të keqen. Subhanallah. Ka dasht me ka lutur Allahun xhallahu që këtë jetën që jetoj, dhe kështu duhet me qenë musliman, o Zot, ta jetoj ashtu që ti i kënaqur, duke të nënshtruar ty dhe duke të madhruar ty dhe duke shiju adhurimin ndaj teje. Në të kundërtën mos na mundso me jetu, s'u vyra e pjesë e jetës. O mundsosh domon që ta dorëzoj shpirtin duke njësu ty, duke të madhruar ty, duke të njohur ty, duke njohur madhështinë tënde. Dhe kjo është ajo që duhet me pas synim besimtari. Elus Allahun subhanahu wa ta'ala, domon edhe në fund po ma bëni Allah dhe pjesa e fundit e hadithit, wa a'udhu bika min al-kasali wa su'il kibar, wa a'udhu bika min adhabin fi an-nari wa adhabin fi al-qabr, dhe kërkojmë mbrojtje o Zot që të më ruajsh nga dënimi i xhehenemit dhe i varrit. I ka potencu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto dy në krejt dënime të tjera, për shkak që këto dyja do për shkak të vlerës rrezikshmërisë që e kanë. Madje ka pas nga ata thuhet nga gjeneratët nga sahabët që mas shumë dy kanë friksu dënimin në varr se sa zjarmi i xhehenemit. Pse? Nëse ka thonë kjo është dera e parë e ahiretit. Nëse këta kalojnë mirë, inshallah taala pjesa tjetër ka më qenë mirë. Kufini i parë kalohet, inshallah taala ato në mirë. Nëse këta dështojmë, pjesa tjetër domosdoshmë është pa siguri. Dhe kjo është ajo që njeriu duhet me lutë Allahun subhanahu wa taala, o Zot më na ruaj prej dënimit të varrit. Atë dy do të kur na dorëzojnë që na përcjellin familja dhe pasuria dhe evladët e kthejnë krejt na lojnë dhe mbetet me ne vetëm punë të mira. Atë ditë kur nuk flasin më gjuhët tona, por kanë me fol gjymtyrë tona, veprat tona, punë tona. Na bëft Allahu xhallahu ala nga hasret kur të dorëzojmë shpirtin, të dorëzojmë që Allahu është i kënaqur. Akhirul kalam tjet fjala e fundit la ilaha illa Allah. Na bëft Allahu xhallahu ala nga ata njerëz që kur të na lëshojnë varr, jemi nga ata që
vinë me lekt myshdhëdhënës, na përgëzojnë dhe na veshin me qefin të bukur, të këndshme, erë të këndshme dhe ngrisin tek Allahu xhallahu dhe hapën tjetër dhe pyesin kush është. Thot ky njeri, ky shpirt me erë të mirë është filani, biri i filanit. Do të jemi nga ata që Allahu xhallahu thot hapeni derën e tij apo një dritar ta shohë vendin e tij ku ka me shku dhe shef xhenetin e boft Allahu xhallahu nga të tillët. Kjo është preokupimi dhe gala jon. Shikon edhe preokupimi i gjeneratave të para Uthmanit radhiyallahu anhu, kur shkonte nuk e kemi pa Uthmanin që është mërzit kur i ka lexuar jetët e xhenemit, sikur që kemi pa do thot që është mërzit kur e ka përcjell dikant tek varrezat, nga se ka thonë kjo është dera e para e ahiretit. Na boft Allahu të tillë. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله يشفر لنا ولنا